Mirëmëngjes dhe mirë se vini, ora shënon 7 e mëngjesit, jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, sigurisht për të njohur me titujt kryesor të shtypit online. Sot do të pasqyrojmë tek ju zhvillimet më të fundit dhe më pas do të mund të presim të gjitha telefonatat e qytetarëve. Nisim me portalin e parë, sigurisht me Balkan Webin, për të njohur me titujt kryesor, horoskopi për ditën e sotme, sigurisht në datën 2 gusht 2026 do zbuloni shenjat më me fat të ti ditën e sotme i lexoni në Balkan Web. Lumi i protestuesve ndjes rikthehet përpara kryeministrisë, mbyllet protesta e 63 antiqeveritare. Qytetarët largohen me thirrjet Rama jepe dorëheqjen. Është një tjetër titull ky dhe shkrim i protestës së ditës së djeshme. Praktisi Partinë Socialiste për të dalë në krah të flamingove neomalsorje sërish në protestë. Marshim në rrugët e Tiranës me thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg dhe dorëheqje diaspora pushton kryeqytetin. Është një tjetër shkrim se i takon protestës së ditës së djeshme. Fotolajm qytetarët lënë mesazhe në bulevard with love diaspora. Atentat me armëzjarri në Lezhë, qellohet mbi një makinë në lëvizje, nuk ka persona të lënduar, autori shpallet në kërkim. Shqiptarët të bashkuar, pushteti i tmerruar, diaspora dhe aktivistët me mesazhe të forta, marshim masiv në rrugët e kryeqytetit, protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Ramës. Partitë e mëdha po bëjnë merkato, janë bashkë aksionere, Gent progni nga protesta, nëse heshtni fiton korrupsioni. Ndizni blicat të na numëroj Taulant Balla sa jemi. Protestuesit ndriçojnë sheshin përpara kryeministrisë. Edison Lika spakt hetoi Ramën, nesër protest në Shkodër. Shqiptarët e bashkuar, pushteti i tmerruar, shpaloset banderora gjigande përpara kryeministrisë. Janë në shesh dhe firmos dorëheqjen. Protestuesi i Ramës do të përcjellim të 313, sepse ke plaçkitur vendin. Turisti francez në protest ndryshimi do të vijë nga ky shesh, duhet një gjeneratë re të marrë pushtetin dhe t'i shërbejë vendit. Jemi kundër dhunës, duam institucione të shëndetshme, krenar Rameti mesazh Ramës me vargje nga Iliada, thirrje protestuesve, nëse lëshoni frontin tani, mos u ankoni për 40 vite. Qytetari nga diaspora ngre tonet e zërit dikur, Spiropani i thurte elozhe dhe e krahasonte me Skënderbeun, por Rama është Hamza Kastrioti. Nuk kemi shtet social, njeriu me aftësitë kufizuara, 63 ditë rezistencë ju duken pak, sepse janë mësuar të numërojnë milionat në Toyota Yaris. Ne kanë hapur shumë plagë. Duhet protestojmë dhe të kërkojmë decentralizim, aktivisti, autokratët e lidhur me krimin duan të mbajnë pushtetin. Protestuesi i ardhur nga Londra falenderon News 24 e gjithë diaspora ka mirënjohje për ju. Keni përkrahur të gjithë popullin. Poshtë qeveria lumi i protestuesve ka marshim drejt kryeministrisë, sigurisht pankarta dhe flamuj kombëtar, rrugët jehojnë nga thirrjet për ndryshim. Është një tjetër lajm që i përket protestës së ditës së djeshme. Shqipëria kërkon revolucion, diaspora mbush bulevardin, mira qytetar kërkojnë një zëri dorëheqjen e Edi Ramës. Po mbledhin firmat për të shpallur Ramën të rrezikshëm, protestuesi nga Gjermania. Në 25 vite nuk ka ndryshuar asgjë, blihet ende ujë me autobot dhe nuk ka rrugë. Këto dhe të tjera informacione do të mund t'i lexoni po ashtu edhe nga rajoni e Bota, ka shumë zhvillime në Balkan Web, ndërkohë që shkojmë tani tek një tjetër faqe online për të njohur me të tjera zhvillime dhe sigurisht bëhet fjalë për gazetën shqiptare. Mohamed Alabar ndron mendje për investimin në Shqipëri, ndërtimi në portin e Durrësit ishte një gabim, veprova shumë shpejt.
Atentat me armëzjarri në Lezhë qellohet mbi një makinë në lëvizje. Nuk ka persona të lënduar, autori shpallet në kërkim. Juliana Memaj kundër shkrirjes së Bashkisë së Dimalit nuk ka asnjë argument që justifikon këtë vendim. Zbulohet kështjella 2.6 milion euro Ermal Beqirit në Francë. Lumi i protestuesve rikthehet përpara kryeministrisë, mbyllet protesta e 63 antiqeveritare. Qytetarët largohen me thirrjet Rama jepet dorëheqjen. Ecim më tej me një tjetër informacion, foto lajm, qytetarët lënë mesazh në bulevard With Love Diaspora. Bregthisi Partinë Socialiste për të dalë në krah të flamingove në Malsoria sërish në protestë. PD-ja dërgoi në gjykatën kushtetuese presidenti Bega i dekreton marrëveshjen e UAS $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët ndezin celularet nga sheshi i protestës kombëtare dhe i këndojnë kryeministrit Rama i jepet dorëheqjen. I riu me aftësitë kufizuara në protestë propaganda e Ramës ka rënë, i ka ardhur fundi, hapeni krahun qelbësira, hajdut dhe maskarej. Shpallim tradhtar të kombit nuk kanë besë, aktivisti Erben Kola në emër të popullit shpallim non grata kryeministrin, presidentin Kukull dhe ministrin Hoxha. Poshtë kryeministri, imigranti nga Italia në protestë, do t'ja mësojmë Ramës, Çiftelin, Lahutën dhe do t'i vëmë edhe Qeleshen. Turisti francez në protest, ndryshimi do të vi nga ky shesh. Duhet një gjenerate re të marrë pushtetin dhe t'i shërbejë vendit. Ish-dorë nga reforma territoriale, aktivisti Mesazh Ramës t'i japin besën të vish këtu tek të nënshkruash dorëheqjen dhe do të çojmë tek burgu 313, popullin nuk të do. Nuk lidh Besqingji me Ujkun, ish kryepoliti Krenar Ahmeti, Mesazh Ramës me filmin Odisea, ne jemi kudo dhe të pamposhtur. Jemi përfunduar edhe me gazetën shqiptare, ecim më tej me një tjetër portalin gazetën shqiptare dhe shohim tani të tjera informacionet një tjetër media online, sikundër është Panorama, do të njihemi me titujt kryesor të saj, parashikimi i horoskopit, sigurisht brenda Panoramës do të mund të lexoni se takon horoskopit të datës 2 gusht, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ecim më tej me një tjetër shkrim, nesër më shumë, qytetarët dhe diaspora mbyllin ditën e 63 të revoltës popullore, ju erdhi fundi. Fotolajm, qytetarët gdhëndin mesazhin në bulevard Diaspora, zemra e Shqipërisë. O Milet, Rama ka siklet, mira qytetar, marshim përpara parlamentit, mesazh politikës, 140 deputet që të gjithë analfabet. Video foto në Malsoria nuk e tradhton sheshin e protestës, deputetja Marina Koçeku i bashkohet detit të qytetarëve. Erdhi fundi, mira qytetarë marshojnë rrugëve të Tiranës në protestën kombëtare të Shqipëria kërkon revolucion, Rama në burg, Berisha në burg. Dita e 63 e rezistencës, protestuesit shpalosin banderolën gjigant dhe shqiptarët e bashkuar, pushteti i tmerruar. Qytetarët ndezin celularët nga sheshi i protestës kombëtare dhe i këndojnë kryeministrit Rama jepet dorëheqjen. Shpallim tradhtar të kombit nuk kanë besë, aktivisti Erben Kola në emër të popullit shpallim non grata kryeministrin, presidentin Kukull dhe ministrin Hoxha. Rama kufon politike, emigranti nga diaspora, Spiropali e quante Skënderbe, por ai është Hamza, e keqja ka një emër, ai nuk ka besë. Qytetari nga Franca mesazh për protestuesit, liria nuk vjen nga Washingtoni dhe Brukseli, por nga vetë ju, binjtë e Skënderbeut, Nën Terezës dhe Ismail Qemalit. Ish-dorë nga reforma territoriale, aktivisti Mesazh Ramës të japin besën të vish këtu të nënshkruash dorëheqjen dhe të çojmë tek burgu 313, populli nuk të do.
nuk lidh bes qingji me ujë. Ku ish kryepolici Krenar Ahmeti, mesazh Ramos me filmin Odisea, ne jemi kudo dhe të pamposhtur nëse e lëshojmë sheshin. Poshtë kryeministri imigranti nga Italia në protest, do t'ja mësojmë Ramos, Shiftelin, Rahutën dhe do t'i vëmë edhe Qeleshan. I rrimë aftësit kufizuara në protest propaganda e Ramës ka rënë, ka ardhur fundi, hapeni kraun Qilbësira, i dut dhe Maskarej. Rama i futi i thikën pas shpinë e Kosovës, bëri pakt me Vučić. Emigranti mesazh kryeministrit, ky kriminal do të përfundoj në koshin e plerave. Nëse prek një protestues, është ky shkrimi i gazetës Panorama. Rama po shkrin edhe bashkit që të fitoj më shumë pushtet, aktivisti nga sheshit mbështesin protestën e qyteteve, po shesin Shqipërinë për interesat e tyre. Shqipëria kërkon revolucion, poshtë qeveria e qytetarët marshojnë drejt kryeministrisë, diaspora mbush bulevardin. Rama i pa bes jep dorëheqjen ju erdhi fundi. Ku i gjejnë parat ata? Emigranti denoncon ta Oland Balla me 20 bodyguard, mori hotelin më të mirë, 3.000 euro nata. Deputeti në Londër ka vetëm një makinë. Ky kryeministër është i rrezikshëm për Shqipërinë. Diaspora në protestën e 63 në Tiranë, të zhduken Rama dhe Berisha, nuk shkohet kështu në Europë. Mirë, kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama, vjoj mëtej. Do të shojmë bashkë një tjetër portal online. Si pak qaste, sa të jetim mundur, e të kemi me Panorama Sporti, do të njihemi me zhvillimet nga sporti, bregun e Liroj Lirdaja, akuza të reja kundër trajnerit të Dinamos, shpërthem portieri është egocentrik. Ekskluzive bujshme zbulimi i Lirdajës, Dinamo shet sulmuesin dhe tek gjigantët e Belgjikës. Evil Dede me dhimbje koke, Ignatia humbet yllin e skuadrës. I pandalshëm, oferta 11 milion euro nuk ndikon, sulmuesi kombëtares gjen golin e radhës. Kristen Aslani tek Atlanta, eksperti i Mercato, zbulon të vërtetën e hidhur tek Interi. Tjetër gol me skuadrën e re, Liridon Latifi rilind në Kazakistan. Elbasani bën bingo me afrimin e fundit, profili veçantë si askush tjetër në superiore. E zyrtarizon UEFA tjetër ndryshim për Ignatia në Europë. Të parandalohet përsëritja presidenti Duka reagon pas tensionit është ngritur pikpyetje serioze. Shok me portierin e kombëtares, klubi Sirisa konfirmon arratisjen, asnjë shpjegim. Ibrahimović i çudit të gjithë, shkak bëhet legjenda Baresi, shpërthejnë tifozët e Milanit. Deli Allia si e nis me humbje, Partizani mposhtet në testin e parë miqësor. 77 ndeshje në kategorinë e parë, futbollisti 23 vjeçar kërkon të bindë trajnerin Ahmataj. Vendos goli i Kallakut, Teuta triumfon ndaj Beslidhjes në miqësore. Fitore art në transfert, futbollisti i kombëtares shqiptare zgjidhet lojtari i ndeshjes. Skënderbeu tregon dhëmbët në miqësore, Korçarët e Ahmataj triumfojnë ndaj Besës. Video duel emocionesh me 4 gola, Reali Mourinho's bën paqe me Fiorentinën në Austri. Leao bën gati valixhet, Milan hidhet në sulm për futbollistin e Realit. Miqësore dhe Mercato, flamurtari ndezi motorët për elitën.
Dhe informacioni i fundit sportiv, një ekspert për stolin, klubi i kategorisë së dytë surprizon me trajnerin e ri. Mirë, kemi ndjekur kështu disa prej informacioneve kryesore të këtyre rrjeteve dhe portaleve online, teksa u njohët me Balkan Webin, Panoramën, Gazetën Shqiptare dhe Panorama Sport e konkluduam informacionet nga sporti, bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak, do të presim telefonatat e qytetarëve.